E dënuar për një krim që e mohon, e përpuzur nga institucionet, e braktisur në mes të Europës, Vera Camaj thyen sot heshtjen. Në një intervistë të sinqertë për neve do të rrëfej sot burgun, dhunën, fëmijët, komunikimin tronditës me kryeministrin Edi Rama dhe betejën për të mbrojtur emrin e familjes. Ajo nuk është një personazh i zakonshëm, sikurse e dim, është mbesa e Martin Camajt, shkrimtarit të madh të diasporës, por jeta e saj është gjithçka tjetër përveç se letërsisë. Është burg, dhunë, urrejtje publike, protestë dhe mbi të gjitha mbijetesë. Zonja Vera, ju jeni prezantuar shpeshherë si mbesa e shkrimtarit të famshëm Martin Camaj, por kush është në të vërtetë Vera Camaj përpost këtij mbiemri që ju mbarsni? Jena të përshëndes dhe faleminderit për ftesën. Me të vërtetë jam mbesa Martin Camajt e jam krenar për emrin si maj. Edhe do ta muaj deri në vdekje. Çdo gjë që ka nisur jetën time ka qenë një film me luftë, por kur njëri mu dorëzu nuk ban kurrë. Se po dorëzove i e humun. Çdo gjë që ka qenë thjesht një masakër, një shpifje, një trillim nga shumë kush, por kur vin funin nga askush nuk mani për askënd në këtë botë. Patjetër, do qëndrojmë dhe te kjo pjesa. Thjesht dua të më flisni pak për veten tuaj. Kush jeni juve përpost mbiemrit që ju mbarti ose identifikimit që ju tashmë keni në publik si mbesa e një prej shkrimtarëve më të njohur të Shqipërisë? Unë jam Vera Camaj, jam nën 2 fëmijësh, jam e martume, e dhonume, e divorcume, me shpifjet njerëzve si kur e kanë pas zakon gjithmonë, si kur ja kanë bëha sistem me shpifje, janë mundu me shpifje dhe onë të vetë, po kur nuk e hanë hudrën, nuk dven era hudrë kur. Ju jeni dënuar për shfrytëzim prostitucioni, një akuzë që ju vetë e keni mohuar publikisht. Edhe është e mohuar dhe nuk ekziston, është thjesht një denoncim anonim nga njerëz pa fytyrë, nga njerëz ordinera. Sot me një distancë kohore që keni nga ajo periudhë, si e shihni këtë përvojë? A mendoni se ju jeni një viktimë e sistemit apo e rrethanave? E sistemit. Pse mendoni kështu? Se kështu është e vërteta. Çfarë ju shtyn të thoni këtë? Se janë shumë gjona si shtyn se ajo vërteta njerëzit i vret, por kur e thuhet vërtetën njerëzit kërcënojnë. Juve në një moment të rënd të jetës tuaj i keni dërguar një mesazh kryeministrit të Shqipërisë, zotit Edi Rama. Ai është ju përgjigje me këtë ja kam dërguar mesazhin 2018 kur nuk i kam thënë përshëndetje, prap nuk i tham, se nuk del nga goja ajo përshëndetja, se nuk ka është njeri me përshëndet. Edhe i kam kërku vetëm 2 pika, ku ta kërkoj mbrojtjen teme, kur te policia e Edi Ramës kam kërku mbrojtje, punoj si policisa, masi po ndahesh nga ai. A martoh na bash, polici ishte deshëm, e kam shtyr policin sorrat, më ka lëshu 6 qena me më hangër. Unë emrin e policit e kam bë publike disa herash edhe e baje prapë se kam problem fije sorratin e tij. Si është emri i policit? Izmir Duraku. Ju keni bërë denuncim? Është arrestuar para 3 vitesh, por kur ka njerëzit në shtet, dalin e lirahen, e kam thonë edhe në mediat e Shqipëria Live para 3 vitesh. Edhe njëri qaflet e ma përsi për vetë, se me shpif nuk lejon kërkush, me tridhur nuk lejon kërkush, por fjala vërteta i vret njerëzit për çdo vend. Kryeministri më tha mëso tha gjuhën shqipe. Unë flas shqipen si ma kalon agja jem. Nuk flas shqipen e Edi Ramës. Këtë fjalë të kryeministrit ju e keni konsideruar diçka fyese. Çfarë keni kuptuar ju për përgjigje e kryeministrit dhe çfarë i thoni sot ju kryeministrit Edi Rama si qytetari dhe si nën? Unë i tham kryeministrit ai me përgjigjen si kollon Edi Rama nuk ka dhimbje për nën, nuk ka dhimbje për femën, nuk ka dhimbje për motër, nuk ka dhimbje për kërkën, se Edi Rama është antifeminist. Po ashtu ju keni rrëfyer se gjatë kohës që keni qenë në burg, keni tentuar disa herë të bëni vetvrasje për shkak të mungesës që ju kishit për të kontaktuar fëmijët tuaj.
Si keni mbijetuar ju emocionalisht? Çfarë ju mbajti gjallë që ta kaloni këtë sfidë? E majtë në gjallë se kur je pa fajshëm me thu vjet dita dhe prapse përzemërsisht falenderoj Ylli Manjanin. E kam falenderu dhe e falenderoj deri në vdekje, është i vetmi njeri si ka keni drejtësisë edhe sot i përket shtetit ton, por drejtësia tëna nuk ecë. Po punove drejt, e punove pastër, shtetit shkel edhe shkarkon nga puna. Mund të ndani me neve, nëse mundeni, një nga situatat më të vështira që ju mund të keni hasur gjatë kësaj periudhe që keni qenë në ambientet e burgut? Aty nuk kam pas asë një vështirësi se stafi aty kanë qenë shumë të mirë, shumë të komunikueshëm, shumë të edukueshëm, shumë të sjellshëm, nuk kam edhe mi tëna a keni drejtoresht e cila quhet Gjoj Jakaj. Ajo ka keni jo drejtoresht, po ka keni një princesh, ka keni një angel, për shumë kanë. Edhe kur e shef se je pa fajshëm, ajo të ndihmon me zgjedh drejtën tonë deri në fund. Çfarë ju jepte suport gjatë kësaj periudhe? Çfarë ishte ajo gjë që ju mbante gjallë dhe ju shtynte të luftonit akoma dhe më shumë? Normal se janë fëmija dhe i kur je pa fajshme thu hajde ta xjerrit drejtën teme, ti shkoj deri në fund, hajde të marr hak të ai si ta ka bën. Gjatë pas daljes nga burgu, ju jeni përballur me dhunë nga ish-bashkëshorti juaj dhe mungesë të theksuar nga institucionet shqiptare. Në këtë Shqipëri Dhunën nga ish-bashkëshorti e kam pas prasë me dalë se kur kam dalë mrapa s'kam pas kontakte me ta dhe nuk më intereson më. Fëmijin i kam krah edhe i du fort edhe më donë fort e bojnë dy. Për sa i përket kërcënimeve tjera, janë kërcënime si më lanë 72 orë jetë, por prapse nuk kam frikë, nuk dorëzohem. në këtë Shqipëri të rilindur, si u ndjet ju si një grua e vetme që kërkon të jetojë e qetë me fëmijët e saj? Ajo nuk ekziston, nuk ka Shqipëri, Shqipëria është bën mozi se sa me kënë Kolumbi. Keni hasur vështirësi pas daljes nga burgu, si jeni përshtatur me shoqërinë, me të afërmit tuaj, si ka qenë qasja e tyre ndaj jush? Nuk kam pa për buzë se kur dola në media thash të vërtetën si sa vërteta, çdo gjë ka shku në vend vet. Po nuk dola, po mos kisha dalë në media me thonë të vërtetën ashtu siç është, mos kisha pas drejtoreshën e burgut me thonë të vërtetën ashtu siç është, normal se ka kënë një urrëtie. Si është të jesh e pastre në një vend të huaj, me një emër të mballni super sikur jeni dhe ju, po pa asnjë mbrojtje reale? Shumë e vështirë. Ju jeni akoma duke kërkuar për azil në Gjermani, mos gaboj, apo? Jo, kam marrë në Shqipëri, por kam marrë dhe jam këtu, jam krenore si jam në Shqipëri, punoj, jetoj edhe si ashtrajdore në askuj, nuk ja lëshoj rrugën në askuj, vetëm dy gjona i kërkoj shtetit tem, jo kryeministri, se kryeministri nuk është për ne, nuk është për shqiptarët, nuk është për Shqipërinë. Çfarë kërkoni? Kërkoj vetë të dënohet para drejtësisë ata persona që janë me maskën e veshur me pushtet, si bojnë kërcënime me uniform edhe pa uniform. Kuptoj. Kur në vitin 2020 kanë dalë pretendime për bashkëpunim të Martin Camajt me UBT-n. Ju keni shpërthyer në mbrojtje të figurës së tij. A ndjeni sikur e gjithë trashëgimia juaj po sulmohet nga të gjitha anët? Normal. Por besën ja kam lënë axhës tem edhe pse nuk e njoh. Nuk ka leja loj person si Hill Bolt Mita. Po hub fora jeme krejt. Nuk kanë leja la Zora Gjisi për menin e emrin e tij, se ajo është ndërshkrimtarët më të mëdhenj të kombit të ballkonit të Evropës sot. Jo do zhulosh që asi dalin edhe nuk e din që a flasin rrallë parë. Ata si thonë për agjën të mashtu, ata janë pjesë e UDB-s, janë pjesë e spion dhekut vetë. Se e di kush janë, e di qa janë, edhe i kam kërku me kënë edhe për balë me ta, po nuk më kanë ardhë. Unë e kam morë dosjen e azë, e kam bo liber. Po. Do isha shumë krenar me ta dhoni kopje me lexu qa ka jo liber në ta. Unë i kam morë dosjen në shtet, e kam bo dosjen liber. Çdo flet është vetëm me fakt edhe vetëm me provë. Flet dos vetë, s'kam nevojë me folun as pak.
Si janë gjetur familjarët tuaj në këtë qasje që ju keni ndaj xhaxhait tuaj? Mbrojtjen që ju i keni bërë atit ose sulmeve që janë bërë atit. Si ka qenë qëndrimi familjarëve tuaj? Krenar. Të kanë mbështetur, të kanë suportuar? Jo, nuk du kërkan, du vetëm suportin në mbështetjen e Zotit. Agja është fryma jeme, është jeta jeme, është drita jeme dhe eci jetoj vetëm për ta besën e nëse vetëm për ta marrë frymë. Juve keni qenë e zonshme në protesta, në mbrojtjet e protestave studentore dhe kundër qeverisë. A ndjeni ju sot më shumë se një aktiviste apo si një zë që kërkon drejtësi për vete pikës pari dhe pastaj për të tjerët? Drejtësi nuk e kërkoj vetëm për veten, e kërkoj për krejt. Se me pas drejtësi nuk rriten fëmija në shkollë, me pas drejtësi nuk bahen të lojnë rrugash e therash e birash. Po s'ka drejtësi. Vetëm diçka, vetëm një gjallë llogarete, kur i Zoti shpisa 5, çdo gjë mrapa bëhet 5. Ty janë nis qysht e kryeministri, si është i Zoti shpisa, është i zhytur në dhom, çdo gjë e ke dhom. A ndjeni ndonjëherë në faj për vendimet që ju keni marrë në kohën e kaluar, se si këto vendime që ju keni marrë kanë ndikuar te jeta e fëmijëve të tu? Dhe kur ndodheni vetëm me veten, duke qenë se jeni edhe një poete dhe e kuptoni shumë mirë këtë botën, kur jeni vetëm me veten tuaj, çfarë kuptoni ju aty? Çfarë mendime ju kaloi në kokë? A thua po sikur ta kisha bërë ndryshe këtë? Unë tham, edhe tham me plot shpirt. Po t'ishin fëmija mi diku në shtet tjetër, unë e di se çfarë vendimit e çfarë mendet kisha me marrë këto. Njëri çdo gjë që ban, pranohet hina janë fëmija, ata më thon, është e mesa Martin Camajt. Por diçka kisha thonë, ja kisha thonë Zotit, falja Axhës tem 10 vjet jetë dhe me kanë gjallë me i pa këta pisa që bajnë. Po fëmijët tuaj si janë ndjerë gjatë kësaj periudhe? Mirë, fëmijën i kam shok, nuk i kam fëmijë, po i kam shok, i kam gjithçka. Jam njeriu më i lumtur e në botë me 2 yje, s'ja kam kuj lakmin ton botë për ta. Nëse do kishit mundësinë sot të flisni në një foltore përballë gjithë Shqipërisë, çfarë do thoshit dhe ku do ja drejtonit ju fjalin tuaj të parë dhe të fundit? Kryeministrit Shqipërisë. Sa i ka kap gjykatën, ka kap prokurorin, ka kap policin, ka kap zyret e kadastrave të herë si janë katastrofë, se unë punoj me agjenci mobiliare pronash, por i ka kap, i ka shu njerëzit në atë pikën e ekstremit, ku nuk janë zot si hapin derën e shtëpisë, me thonë, o zot, a mund shkojmë te toka jonë sot? Dhe në këtë pikë. Çfarë do i thoshit kryeministrit eksaktësisht, me çfarë fjale do i drejtoheshit atit? Për momentin i drejtohem i tham jam e mesa Martin Camaj, si ka thënë pse gjuhën shqipe dhe flas gjuhën e Axhës. Si e dyta i tham merre librin e lexoje dhe shikoje çka ka librin ta. E bojnë 2. Po duhet me lexu me kujdes se ai nuk e kupton shqipen ton. Kupton shqipen e Vučićit ai. Atë shqipja e shqiptarëve me shqipen e Vučićit janë 2 të kundërta komplet. Keni ndonjë mesazh që doni ta përçoni tani së fundmi? Qof fëmijëve tuaj, qof njerëzve që ju kanë mbështetur, kujdo. Unë i falenderoj Zotin rrallpore 2 fëmijën e mi e njerëzit që kanë pasur në krah ditën më të ngushtë e ma. Prapse i drejtohem kryeministrit të Shqipërisë. Me një mesazh që e kam një të më kanë lënë 72 orë jetë. Interesohet gjendja kur shon se çe besa poezia tonë i dham kryt. Unë ju falenderoj shumë për kohën tuaj dhe për këtë intervistë. E falenderoj ty shumë, të prifte mora. Edhe tham lum ajo non që të ka rritë edhe mos u bë pis me motorina tjera.